Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët, qëndrimet e eksponentëve të Vlenit që deklarojnë se nuk mund të jesh dhe me BDI-n dhe me Vlenin, i vlerëson si reagime emocionale, të pamatura, me vrerë dhe nervozizëm. Taravari thot se Vlenit i kanë dhënë shumë mundësi që të mendohen nëse duan të bashkëpunojnë në zgjedhjet lokale. Ne kemi lënë edhe një mundësi Vlenit në qoftë se janë të interesuar. Unë e shoh se tash reagojnë emocionalisht. Po kjo periudhë e emocioneve besoj se kalon për 6-7 ditë. Në qoftë se nuk janë të gatshëm, ne i shohim opsionet të cilet mundemi të kemi parasysh si parti për të dalë sa më mirë në zgjedhjet lokale. Reagimet i shoh janë emocionale. Shumë vrerë. Kjo flet se në subkoshiencë kam pas diçka që flasin kështu tash. Unë mendoj se janë deklarata të pamatura. Në lidhje me çështjen e pjesëmarrjes së tyre në qeveri pas ndarjes nga Vlen, Taravari thekson se ata do të jenë pjesë e ekzekutivit, derisa nuk thot kryeministri Hristijan Mickoski të kundërtën. Ne s'kemi lind qeveri, askush prej nesh. Është e vërtetë se çdo parti politike formohet për qeverisë, por se kemi me paqetën e të mbesim në qeveri, kështu që e shohim, e bëjmë, prandaj them, kjo periudhë duhet të jetë e matur dhe e urtë, posaçërisht prej nesh politikanë. Turbulencat politike dhe paralajmërimet e largimit të ASH-s nga Vlen dhe nga qeveria filluan kur ASH në mbledhjen e fundit të kryesisë vendosi që në zgjedhjet lokale të dalë me lista të veçanta për këshilltar komunal dhe jo me kandidat të përbashkët me partnerët e Vlenit. Pas kësaj nga Vlen, theksuan se ky veprim i ASH-s do të thotë vetë përjashtim nga koalicioni, ndërsa dhe Vlen dhe Znam kërkojnë largimin e Taravarit nga qeveria.